Gjendja në të cilën ndodhej Davidi shprehet qartë në thirrjen e tij: O Zot, sa të shumt janë armiqtë e mi. Armiqtë e tij jo vetëm që kërcënonin jetën e tij, por edhe talleshin duke thënë: nuk ka shpëtim për të pranë Perëndis. Ata përpiqeshin t'ia lëkundnin besimin, duke e bërë të mendonte se nuk kishte më shpresë dhe se Perëndia e kishte braktisur. Në këtë situatë dëshpëruese, ku përballej njëkohësisht me rrezik fizik dhe presion të madh psikologjik, Davidi nuk kërkoi ndihmë te njerëzit. Ai u drejtua Perëndisë dhe i thirrri atij. Ai besonte se ndihma e vërtet në kohë vështirësish dhe fatkeqësish nuk vjen nga njerëzit, por nga Perëndia. Por ti, o Zot, je një mburoje rreth meje, ti je lavdia ime dhe ai më larton kokën. Davidi besonte se Perëndia ishte ai që e mbronte, ja kthente nderin e humbur dhe e ngrinte përsëri kur ishte i dëshpëruar. Edhe ne përballemi me situata të vështira ose dëgjojmë fjalë që na kritikojnë dhe na lëndojnë. Pikërisht në ato çaste nuk duhet të mbetemi të robëruar nga ato fjalë, por të afrohemi edhe më shumë te Perëndia. Të dëgjojmë premtimet e Perëndisë më shumë se sa fjalët e njerëzve dhe të shikojmë Perëndin më shumë se sa rrethanat. Kjo është besimi dhe mençuria. Davidi, duke u mbështetur te Perëndia, gjeti paqe të vërtetë. Prandaj ai rrëfen se mund të shtrihet dhe të flej i qetë, edhe pse armiqtë e tij janë të shumt. Ky është një pohim besimi që ka mposhtur frikën. Shumë njerëz e humbasin paqen për shkak të shqetësimeve dhe ankthit, por Davidi dëshmon se paqja e vërtet mund të gjendet në Perëndin, sepse mund t'i besojmë ndihmës së tij. Ai ishte i bindur se Perëndia do të sillte shpëtimin. Kur kalojmë netët e errëta të jetës, armiku ynë më i madh është frika. Duke e përjetuar vetë këtë, Davidi na fton edhe ne t'i afrohemi Perëndisë. Sado e dëshpëruar të jetë situata, nëse Perëndia është me ne dhe na ndihmon, në fund do të dalim fitimtar.